Nëse vazhdon trendi I rritjes së çmimit të derivateve në bursë, kryeministri thotë se hapi I ardhshëm do të jetë ulja e çmimit të akcizës dhe marzhës. Kryeministri Kristian Miskovski thekson se si qeveri po e ndjekin situatën dhe se do të veprojnë në kohë në bazë të nevojës. Ndërsa të njëjtën gjë e tha edhe për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, për çka u shpreh se inspektorët e tregut janë në terren dhe po e ndjekin situatën. Kuptohet që hapi I radhës do të ishte që pas këtyre 2 javëve, nëse vazhdon rritja në bursë, do të pasojë ulja e akcizës dhe normalisht ulja e marzhës, gjëgjësisht çmimi I magazinimit, shpenzimet e transportit e kështu me radhë. 30 ekipe të inspektoriatit të tregut janë në terren, po vizitojnë lloje të ndryshme të markave, po shohin shpenzimet dhe në bazë të atyre shpenzimeve do të sjellim strategji dhe politik, aty ku do të shohim veprim jo tregtarësh, ne si qeveri do të veprojmë. Kryeministri edhe një herë përmendi se vendi ynë ka çmimin më të ulët të derivateve të naftës dhe se qytetarë nga vendet e rajonit po vinë tek ne për të blerë naftë. Këto 2 javë, theksoi ai, në fuqi është masa e qeverisë për uljen e TVSH-s nga 18 në 10%. Çmimet e reja të derivateve nga Komisioni Rregullator do të saktohen të hënën. Ndërkohë, sot sërish janë rritur çmimet e naftës bruto në bursë. Çmimet e naftës janë rritur në $108 për fuqi.